Përshëndetje, mi se vini flasim hapur në Durrës Lajm. Qyteti ynë kaq i paqë, kaq i bukur, është plot mirësi dhe qetësi. Por ka disa njerëz, të cilët ne konsiderojmë të qetë, po kur ngjiten në skenë, ata këndojnë fort dhe ngrenë zërin në mënyrë të mrekullueshme. E ftuara sotme është mezzo-sopranoja dursake, Olta Juba. Faleminderit Olta që jeni me flasim hapur. Faleminderit jo. Olta, njerëzit flasin ose shkruajnë. Ju bëni një gjë mrekullueshëm. Ju këndoni. Dhe flasim hapur është traditë tashmë që e nisim me zërin tuaj më të bukur, që është kënga. Kënaqësi. Çfarë po më vjen ndërmend tash ti, okay? Po patjetër. Se vuoi andare ti capisco, se mi lasci ti tradisco, sì. Ma se dormo sul tuo petto di amarti io non smetto, no. Tu stupendo sei in amore, sensuale sul mio cuore, sì. Diçka nga të preferuarat e mia, faleminderit jo. Faleminderit. Kjo quhet muzikë lehtë. Po, kjo është e kategorisë muzikës lehtë, është Ancora e Minës, një nga, le të themi, këngëtarët e mia të preferuara që më ka frymëzuar që në vitet e gjimnazit. Olta, unë ju kam parë në skenë edhe si mezzo-soprano dhe jam manitur që përshkrimi juaj fizik është i im dhe ndërkohë zëri është aq i fuqishëm. Nga lindi ky talent? E keni trashëguar në familje apo janë talentet pa shpjegueshme të cilat lindin në njeriu? Në fakt mendoj që kam një rrugtim kështu interesant. Që në moshë shumë të vogël, dikur rreth 6-7 vjeç, babai më shoqëron pranë qendrës kulturore të fëmijëve në klasën e profesorat Gërnxhungës. Sepse unë isha fëmijë kështu shumë i gjallë, kërkoja çim vëmendje, kisha pak tekstuar të ndjesin e protagonizmit, edhe siç duket donin të më kanalizonin në diçka që më jepte edhe kënaqësi nga ky karakteri im kështu pak çapkën. Edhe ka filluar thjesht si një fëmijë në qendrës kulturore, por në fakt pak nga pak profesorët fillojnë më aktivizonte si soliste dhe për ne artistët është shumë e rëndësishme stimulimi. Që fillojnë të pëlqente gjithmonë më shumë, filloi të besoja gjithmonë më shumë te vetja, deri në momentin që mu desh të shkoja në gjimnaz, pra të mbyllja kapitullin e qendrës kulturore të fëmijëve. Atëherë kam qenë shumë e dyzuar në fakt, sepse dëshiroja shumë bëhesh aktore. Edhe po bëja të gjithë llogaritë e mia si një adoleshente se çfarë drejtimi do të më ndihmonte që të bëhesha një aktore zonja. Aktore yll Hollywoodi apo këtu në Shqipëri? Tash themi që ëndrat e rinis janë gjithmonë shumë të mëdha. Të mëdha direkt në Hollywood. Janë shumë të mëdha. Po. Edhe mendova që kantoja është një nga profilet më të afërta, duke qenë që ne kemi të integruar edhe orët e aktrimit, gjithsesi ti je në fund të ditës je një aktor i cili këndon, pra performon, ke të gjitha gjinitë e performancës brenda. Dhe kështu vendosa që të konkurroj për kanto në shkollën e muzikës të Durrësit, Jan Kukuzeli. Kam ndikur studimet e shkollës mesme me profesoreshën e ndjer Roza Borshi dhe për krah me profesoreshën e nderuar, që ka qenë fati i madh për mua, Mides Tringën. Kështu që mendoj që sidomos profesoresha Midea ka qenë personi i cili më mësoi ta dua fort këtë të bërit muzikë, të dua veten kur këndoj, që për mua është një gjë shumë e rëndësishme. Fillova të besoja që pas kam ndoshta disa vlera dhe në fakt fillova ta doja më shumë se aktrimi. Dhe kështu devijova dhe nuk e mendova më veten aktore, por profesoresa kishte një teknikë shumë interesante të rriturit profesionalisht, na bënte gjithmonë pjesë të konkurseve, gjë cilën unë përpiqem ta praktikoj fort me nxënësit e mi. Edhe duke fituar disa konkurse mbas tjetrit, familja filloi të investonte edhe më seriozisht në këtë gjë dhe për fatin tim të mirë, babai im ka qenë një mbështetje absolute, pa e dyshuar në asnjë moment kërkesat e mia për ta parë më thellë profesionin. Dhe kështu që në vit të 4 gjimnaz unë filloj të ndjek masterklase jashtë Shqipërisë,
siç kanë qenë me profesor Vito Maria Brunetin, Enzo Tein në Itali, Claudia Rügeberg në Gjermani, Wolfgang Bankel në Austri, Frano Lufin këtu në Shqipëri që e kam shumë të rëndësishëm. Kanë qenë persona të cilët, le të themi, pak nga pak vunë nga një gur në ato që unë ndërroja të ndërtoja. Dhe mendoj që kanë qenë shumë përkrahas në rrugtimin tim. Unë e kam thënë edhe më përpara dhe dua ta them të madhe që mendoj që rrugtimi im ka qenë rezultati i njerëzve që më kanë mbështetur fort. Dua ta shoh kështu. Dua të vlerësoj të gjithë ata që vërtet kanë lënë tek mua gjëra të cilat unë i shfrytëzoj sot për të qenë ajo që unë jam. Dhe pastaj rrjedha mori vet, u diplomova në Universitetin e Arteve në klasën e profesoresh Suzana Frashërit, ndoqa masterklase të vazhdueshme dhe shkolla verore në Austri për gjatë gjithë viteve të mia të studimit në Vjenë. Dhe kur jam diplomuar në mënyrë të menjëhershme, përsëri me persona të cilët më kanë përkrahur fort, profesor Nikolin Gurakuqi, aso kohë regjizori i Teatrit të Operës së Baletit dhe profesor Dritan Lumshi, drejtuesi i korit të Teatrit të Operës së Baletit, më ftojnë të bëhem pjesë të trupës së të rinjve në opera. Dhe këtu le të themi nisi rrugtimi im, ka qenë roli im i parë etj etj. Ndihesh e përmbushur me gjitha këto? Ndjehem e lumtur që kam arritur gjitha këto, por nuk asnjëherë s'është mjaftueshëm. Kam akoma shumë për. Absolutisht. Ju pyes për shkak se kjo rrugë që ju keni ndjekur, thënë troç, se jemi në flasim hapur, nuk sjell shumë të ardhurë. Ka një proces interesant në psikologjinë e studentëve ditën që mbarojnë ose në pjesën e fundit para diplomimit. Janë ethe, është një ankth jashtëzakonshëm kushdo që graduohet dhe diplomohet e kupton këtë pjesë. Ne uleshim shumë shpesh në ato bisedat tona, kemi pas një klasë shumë të këndshme në universitet, ne uleshim edhe unë e kujtoj shumë mirë tensionin dhe ankthin e atyre që kishin mbetur në ukry sepse tashmë ti mbaron shkollën dhe duhet gjesh veten. Një proces të cilin tek unë ka ardhur shumë butë, mos them që nuk e kam djerë fare, ka qenë shumë i natyrshëm. Të gjithë pedagogët e mi, ata kryesorët shtyllat, let po përmend tu profesora Shami Destrin dhe profesor Suzana Frashërin, që përmend dy shtyllat e edukimit tim. Të dyja, në momentin e parë që unë kam kontaktuar, më kanë thënë, je sigur që do ta ndjekësh këtë profesion? Ky është një profesion në cilin ti do të investosh për gjatë gjithë jetës dhe asnjëherë nuk do ta dish nëse mbrapsht do ta marrësh investimin cilin do të bësh. Dhe përtej kësaj, takimi im i parë me profesor Brunetin ka qenë kjo pyetje. Domethënë, e njëjta pyetje? E njëjta pyetje. Ka qenë ti vajzë, modestisht, ti vajzë e talentuar që mund të bëhesh shumë çka në jetë. Je sigur që është kjo që do të bësh sepse bota e artit nuk është kaq idilike sa duket në televizione. Nuk është as pak, dhe nuk flas gjatë për këtë, por është ju jeni e ftuara. Le të themi që kanë qenë disa kështu vetëdijësime të her pas hershme përgjatë rrugtimit tim për të më bërë mua le të themi ta pres me këmbë në tokë ato çka më vjen mbrapa dhe të kërkoj dhe rrugë të tjera. Pra, unë nuk jam zhgënjyer sepse nuk kam kënduar dot 10-15 role në opera, apo pse nuk jam aty sot, sepse unë mendoj që çdo kush që është i Zotit dhe kërkon, gjen gjithmonë rrugë shumë të mira, shumë profesionale për ta zhvilluar artin e vet, për ta zhvilluar veten. Olta, nuk e kisha planifikuar, dhe po tregom spontan, por dua ta jap një mesazh për gjithë ata krijuesit, të gjithë ata që janë talentuar në fushat krijuese, që arti është rrugë e vështirë, nuk siguron të ardhura, tendera, apo përfitime, mitmarrje e gjërat që ne i dim, dhe nuk të siguron pasuri brez pas brezje, brez pas brezi që sigurojnë të tjerët, por rëndësia e artit është jashtëzakonshme, sepse janë krijuesit ata cilët e çojnë shoqërinë përpara dhe kanë misionin për ta çuar shoqërinë përpara. Ndaj të gjithë, ti e para Olta, po adresohem me Olta, ti Olta dhe kushdo tjetër që ka talent është i përkushtuar në fushën e artit, vazhdoni të gjithë, sepse jeni pararoja e shoqërisë, pavarësisht të gjitha vështirësive ekonomike apo politike
e tjerë, dhe është misioni më fisnik, të inkurajoj të vazhdosh në rrugën e artit. Arritjet tuaja në skenë, ato më të paharrueshme, cilat janë? Me sinqeritet do të thoya që çdo dalje në skenë ka një veçanti në cilën ti nuk mund të quash dalje të vogla apo të mëdha. Unë mendoj që sa më shumë kalojnë vitet, më shumë i përgjegjshëm bëhesh, më të forta i ke emocionet, sepse do që tuash një standard që ti e arrin me shumë mund dhe punë. Por patjetër që mund të veçoj ndoshta 1-2-3 kështu të forta. Mendoj që një nga emocionet më të bukura që kam marrë ka qenë dalja ime e parë në Austri, në Vjenë, në Eggenburg. Në kështjellën e Eggenburgut kemi bërë një koncert ku jemi përzgjedhur 5 studentët më të mirë nga 5 shtete të ndryshme dhe ka qenë krenaria ime në maksimum, kur për krah meje kisha për shembull një violoncelist ukrainas, një pianiste japoneze, ka qenë një violiniste austriake, saksofoniste gjermane edhe unë shqiptare, që përfaqësova katedrën e kantos. Kështu mendoj që ka qenë një nga daljet që unë e ruaj me shumë fanatizëm kujtimet e mia, edhe kam qenë shumë e vogël, kam qenë 17-18 vjeçë në ato vite, edhe ata një pjesë e tyre ishte profesionistë, kështu që ishte shumë për mua. Ka qenë dalja ime parë në opera me rolin e Kerubinit nga Mozart, që ka qenë një moment shumë i bukur, por që në fakt ruaj pengje, nuk e mendoj që nuk e kam shqyruar siç duhet, se pesha ishte shumë e madhe edhe emocioni shumë madhe dhe kërkoja të isha kaq perfeksioniste sa që doja, domethënë, pastaj ka qenë një përfaqësim në Serbi që ka qenë shumë i fortë për shkak me Kori Rozafa Ekspresion. Ne kemi përfaqësuar Shqipërinë në Serbi dhe kemi kënduar shqip. Dhe ai ka qenë një moment shumë i bukur në Kragujevac, në vite që nuk ka qenë edhe kaq e lehtë sa sot. Mund të kem, janë një pafundësi, po këto janë momente sporadike në Francë, në Paris, ku kemi mbajtur një koncert me profesor Gianni Cikon, i cili mendoj që ndoshta nuk do të kem shansen një të shoh një publik aq të madh. Është mbajtur në stadiumin ku mbahet lojrat olimpike, kështu që unë nuk arrija ta shija spektatorin e fundit. Kaq shumë, kështu që janë disa, po mendoj që realisht çdo dalje ka. Kur ngjitesh në skenë, ke emocion në çdo kohë? Dridhesh, skuqesh? Në fakt unë kam një mënyrë personale, kam për shembull pak individuale të projektimit të emocioneve. Kryesisht njerëz emocionohen para, kanë shumë emocione para. Unë jam shumë e qetë. Po. Jam shumë e qetë, shumë e kontrolluar, kaloj në mend gjithçka që dua të bëj, ai sa mund ma lejoj emocione kur ngjitem në skenë. Dhe mua më fillojnë emocionet në momentin që unë jam para publikut. Në ato sekondë. Po, dhe problemi është që duke qenë që nuk shkarkoj përpara, më bëhet një mal i madh emocionesh në ato momente. Nuk kam tike fizike, të tipit dridhje, trupi etj, por kam sigurisht një puls dhe një adrenalin, saj që më ka ndodhur her pas here që në momentin që më duhet ta hap gojën, them po ç'mundesh, mund ta kisha shmang. Dikon performancë ato qintat e sekondit të emocionit. Nëse e kontrollon siç duhet, ndikon pozitivisht. Sepse artisti nëse nuk ka emocion, nuk ka çfarë transmetoj. Kështu që nëse ti arrin ta kontrollosh, vlerë e shtuar e performancës është edhe emocion. Nëse ti arrin ta kontrollosh, absolutisht ndikon pozitivisht. Nëse s'kemi emocion, nuk kemi çfarë përcjell. Nuk ka mision tjetër arti, të paktën i të kënduarit, nuk ka mision tjetër. Absolutisht. Është emocion dy fish. Është absolutisht. Jep dhe merr. Është e zakonshëm. Olta, unë ju kam dëgjuar në operistik, ju kam dëgjuar dhe në jazz. Keni kënduar, kënga e parë që kam dëgjuar për jush në jazz ishte Autumn Leaves e Edith Piaf. Si ke raportet e operistikës me muzikën e lehtë? Ku është zemra jote më shumë? Unë e dua shumë muzikën e lehtë, sidomos dy kategoritë saj, muzikën jazz dhe muzikën qytetare shqiptare. Edhe qytetare shqiptare? Po, muzikën qytetare shqiptare, muzikën e kultivuar kryesisht. Ke kënduar këngë të tilla? Të kultivuara po, jo popullore. Jo se kam ndonjë gjë, thjesht nuk mendoj që nuk jam vokali që mund ta përfaqësoj denjësisht muzikën popullore. Kaq, domethënë për të respektuar atë çfarë duhet të jetë. Muzika jazz është, mendoj që është ajo, nga muzika jazz marr dhe jap gjithçka
çfarë nuk marr dhe jap dot kur bëj muzikë klasike. E kuptoj. Dhe mendoj që janë dy gjëra të cilat më duhen të dyja për të më bërë mua të ndjehem plotësisht mirë gjatë një performance. E dua shumë muzikën jazz për shkak se është shumë e lirshme. Më le shumë mundësi në interpretim edhe teknik, edhe emocional, më jep mundësi të ngjyros e të shpreh. Në muzika jazz në thelb ka improvizime, kështu që nëse nuk ja del të improvizosh mos e këndo jazzin. Operistik nuk improvizon dot. Në operistik do maksimumi do improvizosh ngjyra që do t'i japësh, por duhet jesh patjetër duhet respektosh atë që është shkruar. Kështu që duhet jesh i saktë mbi të gjitha. Kështu që le të themi që atë shpirtin e lirë pak më agresiv etj ta jep patjetër muzika jazz edhe. Kështu që më pëlqen, po nuk zgjidh dot mes të dyjave. Nuk mendoj që nëse do kisha dash të bëhesha këngëtar muzikës lehtë, do t'isha bërë edhe më lehtë se e muzikës klasike. Më josh arti elitar i muzikës klasike. Ashtu. Të jep një, domethënë do të ishte hipokrizi mos ta pranonim që arti i muzikës klasike vjen më elitar edhe për ty që interpreton dhe për atë që e dëgjon. Domethënë edhe kërkon një lloj kulture. Patjetër, dhe do doja që të përgatitje njerëzore, një background njerëzor, jetësor, për ta kuptuar në mënyrë të mirëfill dhe për ta shijuar plotësisht. Do doja që të aplikoj sa më shumë, që të edukohej sa më shumë tek masa, që të kishim sa më shumë njerëz cilët kanë veshin të edukuar, të dëgjuarit të muzikës dhe të shijuarit të muzikës klasike. Dhe temi artisti operistik juaj preferuar në botë. Cili është? Unë nuk jam natyrë e rritur me idhuj. Të them të drejtën, nuk kam pasur, edhe e kam gjykuar veten shpesh herë për këtë. Po kur shikoja shokë dhe shoqe që kishin nëpër mure ato këngëtarë se grupet e preferuara patjetër, tha po mua nuk më pëlqen asnjë tërësisht, ose natyra ime pak skeptike, ose nuk e di, po nuk kam patur idhuj. Unë jam një re që në gjimnaz, ndërkohë që studia muzikë klasike dëgjoja Queenat, për shembull. Kam qenë adhuruese e Queenave, por jo në atë formën e marrosur. Unë e dëgjoja Freddie Mercury dhe nuk e dëgjoja për ta adhuruar, por dëgjoja për ta krahasuar për shembull me Metallica, në këtë lloj prizmi. Do të thotë profesioni vetë që ti bëhet pak e lodhshme për ty sepse ti gjithkohë se merr dhe analizon atë që dëgjon. Por patjetër që do të veçoja disa emra të cilët i vlerësoj, po e them kështu. Edhe do doja të veçoja emra shqiptar të cilët janë botror. Për shembull? Për shembull, do ta nis me Gzimi Shketën, me që është dursaku jon. Jo vetëm është dursaku jon. Është dursaku. Është miku ynë. Me që është dursaku. Është miki Flasim Hapur, cilën kemi patur në Flasim Hapur, është krenari e qytetit, e Shqipërisë dhe e vetë artit. Kështu që do ta nis me Gzimi Shketën, e do ta kaloj e nisa duke thënë që është dursaku ynë, po sigurisht për gjitha vlerat që ai mbart. Unë dua fort Gzimin kur e shoh në skenë për qasjen moderne që ai jep muzikës klasike. Mendoj që muzika klasike, muzika botërore në këtë moment është në kohën e performancës. Dhe Gzimi është një performues i vërtet. Absolutisht. Do të kaloj te Ram Lahaj, cilin mendoj që të bëhesh një këngëtar i muzikës klasike botërore, duke ardhur nga Kosova e atyre viteve ku muzika klasike nuk ishte si kulturë, për shkak të periudhës historike që ato kanë kaluar, dhe sigurisht e admiroj, domethënë në arritjet që ai ka patur, duke parë nga në cilin rrugëtim ka ardhur. Dhe po e ruaj për fund, po absolutisht Monela Jaho. Domethënë unë e ruaj si shfaqjen më të bukur që kam parë ndonjëherë, performancën e Monela Jahos në Traviata në Tiranë për shembull. Shiko çfarë vlerash ka këngu ynë. Absolutisht po. Dhe qyteti ynë. Absolutisht po. Për cilët duhet jemi krenar. Pak edukim muzikor. Jeni mezzo soprano. Po. Nga dallon nga soprano apo tjerë. Soprano, mezzo soprano dhe kontralt. Kjo është ndarja kontralt. Kontralt. Kjo është ndarja e zërave femëror. Shpjegosh shkurtimisht të lutem. Shkurtimisht të treja. Të treja ndryshojnë nga njëra tjetra për shkak të një ngjyrës vokale dhe dy shtrirjes vokale. Kjo është edhe më pak, po ngjyra është kryesorja. Sopranot janë ato zërat më me dritë, që këndojnë më lart, po. Mezzot vinë pak, janë zëra qendror, më dramatik, kryesisht këndojnë personazhe më dramatik të një moshe të caktuar, dhe kontralti pastaj janë zëra jashtëzakonisht të rrallë,
të femrave që kanë një shtrije gati mashkullore dhe një ngjyrim të tillë. Kuptoj, pra baso, Fare, po. Baso. Këto janë tre ndarjet e zërave femrare shkurt. Tek sopranot, ke takuar ndonjë person që me atë është e di që janë raste të vërteta, që këndojnë aq lart sa mund të thyet edhe qelçi. Janë të vërteta këtu? Janë të vërteta, nëse je në kushtet fizike të duhura dhe vatë gotën thyet ajo. Nuk kam takuar një person. Por patjetër në që Holland. Shumë interesante. Me siguri ka qenë koloratur. Quhej Leoni, një mikeshe ime në Holland, të cilët realisht e kam takuar dhe ai kishte zë aq të lartë se kishte thyer qelç. Shumë interesante. Ju punoni me fëmijët, të qendra kulturore e fëmijëve në Durrës. Dhe jeni trajnere zëri ose vokali, si mund të jeni, dhe zhvilloni konkurse dhe kultivoni talentet e rinj, brezin e ri në muzikë. Unë jam prej shumë vitesh pjesë e qendrës kulturore të fëmijëve. Unë jam një fëmijë ideale në qendrën kulturore të fëmijëve dhe unë e dua me gjithë shpirt atë institucion. Për shkak sepse nëse nuk do të kisha nisur aty, unë nuk e di në cilin drejtim jeta ime do të ishte sot. Kështu që le të them i ndjehem pjesë prej së vërteti. Kur kam qenë studente, që në vitet e mia prej studente, profesor Çlirim Kumen, aso ko përgjegjës si veprimtarive masive në qendrën kulturore të fëmijëve, më fton që ti ndihmoj ose t'jem kraj dy projekteve vjetore që ata kanë, që për mua janë dy projektet ndër më të bukrat, siç ishin Festivali i Fëmijëve, Festivali Këngës për Fëmijë Tingut e Adriatikut, që bëhet në çdo fundvit, dhe konkursi i zërave të rinj, Unë Këndoj, që është në kuadrin e zbulimit të talenteve të reja. Dhe e nisëm kështu si ndihmë dhe sot unë ende që prej viteve prej studente vazhdoj të ndjek këto dy projekte me shumë dashuri edhe mendoj, besoj dhe shpresoj me shumë rezultat, sepse kam zbuluar që qyteti jonë është i mbushur plot e përplot vajza dhe djemë të talentuar, me zëra shumë të bukur, me intuit muzikore fantastike, me një repertor, pra të dëgjojnë edhe muzikë shumë të mirë, gjërat cilat kam qenë skeptike para se të isha pjesë. Të gjithë kemi qenë. Pra ju po thoni Durrësi ka talente të zakonshme? Në mënyrë absolute po. Do të veçoj vetëm dy raste dhe pastaj do të them që kjo është shumë e gjerë se kaq. Caitlin Gjata dhe Viola Gjyzeli janë dy vajza të dala nga kjo qendër kulturore fëmijësh, nga ky qyteti ynë, që kanë përfaqësuar Shqipërinë në Junior Eurovision Kids në pra Eurovisioni për fëmijë. Për fëmijë dhe kjo nuk ka lidhje me qytetin, është një konkurs i cili është Evropian. Edhe kanë dalur dy vajza. Dhe janë dy vajza nga qyteti ynë, 2 vite radhas, dhe njërin pas tjetrit. 2 vite radhas. 2 vite radhas si në qytetin. Qendra kulturore e fëmijëve në Durrës. Në Durrës, dhe janë dy vajza jashtëzakonisht të talentuara, me një talent që unë e kam thënë, vazhdoj ta them që kush ka fati im që më kanë rënë në dorë të punoj me dy zëra aq të mirë, aq të bukur. Sepse është privilegj. Absolutisht po, jo çdo vit, jo çdo brez prodhon të tillë talente. Dhe përmenda këto të dyja për të thënë që si këto kemi edhe shumë të tjera të cilat ndoshta momenti, fati etj nuk i ka çuar aty, por që kanë kapacitete për të qenë. Absolutisht po. Kemi fëmijë shumë të talentuar. Dhe pikërisht, ndaj dhe ju e jeni ftuar në Flasim Hapur, si krenari e qytetit, talenti i qytetit, dhe për çfarë ju sapo thatë, kjo na krenon edhe më shumë dhe na nxit edhe më shumë për promovuar vlerat që ka qyteti. Dhe ky është lajm i gëzueshëm, pse e kemi hasur edhe me intervistuarin në sporte që kemi arritje të jashtëzakonshme, sikurse në art, kulturë, në të gjitha fushat e jetës, dhe Durrësi paska kaq shumë për të mburur me qytetin tonë, dhe ky është lajm jashtëzakonshëm dhe shumë i bukur. Absolutisht, unë e kam thënë her pas here që mjafton të marrë një honën e duhur, gjërat e bukura, dhe absolutisht që ngjyrat janë shumë të bukura. E ritheksoj që unë kam qenë shumë skeptike deri në momentin që u riktheva pas 10 viteve që jetova në Tiranë, u riktheva në Durrës me mendimin që do përpiqem që të gjej vajza dhe djemë të talentuara dhe të bëjmë një gjë të bukur. Në fakt puna e çoj vetë në këtë pikë. Kam një rast konkret, jo më larg se në nëntorin e kaluar. Ne bëm një koncert
me 30 djemë dhe vajza të rinj, të moshës 14 deri 25 vjeçare, të gjithë Tursak, ku hapëm audicione, dhe ndër këto audicione 30 veta na rezultuan jashtëzakonisht të mirë, krijuam një kor, të cilët mbajtën 2 koncerte dhe unë ju premtoj që do të mbajmë edhe këtë vit koncerte me atë kor, sepse nuk dua që të humbi ose këta të rinj të mos kenë mundësi të aktivizohen, dhe më beson ndër ato 30, 20 kanë aftësi të jenë solist. Aftësi shumë të mira për të qenë solist. Bravo, bravo. Kjo është shumë e bukur për qytetin. Edhe komplimente dhe për punën tuaj. Faleminderit, e vlerësoj. Cilat janë ëndrat tuaja për të ardhmen, Urta? Unë mendoj që ëndrat kanë qenë gjithmonë pjesë e përditshmërisë time, aq sa nuk i kam parë si ëndra, po si pjesë e vetes, si pjesë e imja e veshjes shpirtërore time, njerëzore time. Kështu që mendoj, po më bën të mendoj, të them vërtetë nuk jam ulur ndonjë ditë jetës time të them, Olta, çfarë ëndërron të bësh pas 5 ose 10 vitesh? Nuk kam ëndërruar, i kam vënë synime vete dhe kam punuar fort për këto synime. Nëse këto quhen ëndra, shumë okay, kam ëndra plot. Domethënë kam plot synime të cilat dua t'i arris, t'i realizoj, duke nisur që nga projektet me fëmijë dhe të rinj për t'i stimuluar që ata të jenë nesër unë apo Gëzimi Shketa apo kushdo në t'i ndihmoj të ëndërrojnë dhe ata, të rrugëtojnë në një rrugë të bukur, e deri tek arritjet personale, individuale, siç janë realizimi i një koncerti solistik, që jam në plan, nuk dua zbuloj shumë, po kam shumë dëshirë që të bëj diçka mes muzikës klasike dhe muzikës jazz, të sjell një ndërthurje mes 2 ekstremeve të mia, për të ofruar diçka që ndoshta do ta dëshiroj dhe pëlqej e gjithë masa, pra. Jo vetëm ata të cilët mund të dëgjojnë Puccina dhe Belin. Pastaj patjetër që dëshiroj të jem në skenë sa më gjatë, dëshiroj të sjell gjëra cilësore, sepse siç e thash edhe pak më parë, kur ti punon fort për të arritur një standard i cili do qoftë ky po maksimumi vetes tënde, patjetër që ti për asnjë moment nuk do që të zbresësh në këtë standard. Nëse me shumë punë edhe mund arrin t'i japësh një lustër emrit tënd, jam e sigurt që çdo kush bashkë me mua do dojë që gjithmonë më shumë të shkëlqejë kjo gjë. Kështu që të gjitha ëndrat e mia lidhen me realizimet profesionale, sepse këto janë ato që mund ndajmë bashkë, ato familjaret pastaj. Të urojmë realizim të gjitha aspiratave tuaja, Olta. Arritje lart e më lart për t'u përmbushur artistikisht, ju personalisht, dhe për të shkëlqyer edhe në emër të qytetit tonë kaq mrekullueshëm që është Durrësi. Faleminderit që ishin në Flasim Hapur dhe ju presim sërish pas atij koncerti që ju keni aspirat të realizoni, mbi të cilën shpresojmë të komentojmë dhe t'ju kemi sërish në studion tonë. Faleminderit, Olta. Faleminderit ju, shumë kënaqësi. Faleminderit që na ndoqët, ne u takofshim në episodin e radhës.